Festimet për dasmën e shumë përfolur të themeluesit të Amazon, Jeff Bezos dhe partneres së tij, Lauren Sanchez, ka nisur zyrtarisht me një darkë ekskluzive në qytetin romantik të Venecias në Itali. Ngjarja u mbajt mbrëmjen e së njëjtës, me 26 qershor, pranë kishës ikonike Madonna dell'Orto, në një ambient privat të rrethuar me masa të rrepta sigurie. Çifti u shfaq me elegancë, ku Lauren Sanchez veshi një fustan të artë nga shtëpia e modës Schiaparelli, ndërsa Bezos zgjodhi një kostum klasik të zi me këmish të bardhë. Ata u fotografuan duke dalë nga hoteli luksoz Aman dhe Bezos që ndihmonte të fejuarën të hipte në vark përpara se të niseshin drejt vendit të ngjarjes. Në darkë morën pjesë emra të njohur nga bota e artit, modës dhe biznesit, përfshirë Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Kendall dhe Kylie Jenner, Oprah Winfrey, si dhe stilisti i njohur Tommy Hilfiger me bashkëshorten. Pavarësisht profilit të lartë të ftuarve, atmosfera përshkruhet si e qetë dhe tepër elegante. Dekorimi kishte si tematik ngjyrat e bardha dhe vjollc, me aranzhime lulesh dhe shoqërim pianosh, ndërsa menyja ishte frymëzuar nga kuzhina tradicionale italiane. Çifti u kishte kërkuar të ftuarve që në vend të dhuratave të bënin donacione për organizata bamirësie lokale në Venecia. Sipas burimeve, rreth 80% e furnizimeve të dasmës janë marrë nga prodhuesit vendas, në një përpjekje për të respektuar mjedisin dhe komunitetin. Në përgjigje të interesit të madh mediatik dhe shqetësimeve të disa banorëve, kryetari i Bashkisë së Venecias Luigi Brunaro ka deklaruar se organizimi po bëhet në bashkëpunim të plot me autoritetet lokale dhe se çdo them për teprime është i pabazë. Ceremonia e dasmës pritet të zhvillohet gjatë fundjavës, ndërsa detajet e sakta e eventit mbahen ende sekrete. Shefa kuzhinë e yjesh dhe festa ekskluzive, vende luksoze dhe rreth 200 të ftuar VIP, deri në 27 fustane të përgatitura për nusen Lauren Sanchez. Njeriu i tretë më i pasur në botë, siç njihet Jeff Bezos, nuk kurseu asnjë shpenzim për dasmën e tij në Venecia. Është e pamundur të përcaktohet sasia e saktë e parave të shpenzuara, por duke pasur parasysh se guvernatori Zaia foli për një efekt të përgjithshëm të induktuar prej më shumë se 40 milion eurosh, është e arsyeshme të konsiderohet vlerësimi prej të paktën 30 milion dollarësh i bërë nga Daily Mail si i besueshëm. Megjithatë, kjo është një pyetje që nuk është shumë e qartë duke pasur parasysh se themeluesi i Amazon, sipas indeksit të miliarderëve të Bloomberg, krenohet me një pasuri neto prej 233 miliard dollarësh. Për ata që mund të mbështeten në një disponueshmëri të tillë financiare, 10 milion më shumë ose më pak nuk bëjnë asnjë ndryshim. Numrat flasin vetë. Me një kalkulator në dorë rezulton se 30 milion dollar përbëjnë vetëm 0.01% të financave të jashtëzakonshme të 61 vjeçarit me origjinë nga Albuquerque, edhe nëse i shtojmë kësaj faktin se sipas asaj që u certifikua ditët e fundit nga UBS, pasuria mesatare të rriturve italian arrin e 214.663 dollar. Proporcioni përcaktohet shpejt. Është sikur një shtetas italian të ndante vetëm 27.64 dollar me kursin aktual të këmbimit për eventin, as gjysmën e një buqete. Prandaj është e lehtë të kuptohet se si nëse do të donte, dhëndri mund të kishte bërë gjëra shumë më të mëdha. Për shembull, nëse do të kishte vendosur të rezervonte 1% të pasurisë së tij për dasmën e duhur, do t'i duhej të shpenzonte 2.33 miliard, pothuajse 78 herë më shumë. Një tjetër e dhënë e dobishme për të krijuar një ide mbi pasurinë aktuale të Bezos është se nëse ai do të ishte një shtet i pavarur, ai do të rendite i 55 në botë për sa i përket prodhimit të brendshëm bruto, pas Hungarisë, që e ka 237 miliard dollar, por përpara një fuqie të rëndësishme në sektorin e naftës dhe të gazit natyror si Katari me 223 miliard dollar. Prandaj nuk është për t'u habitur që 2 vjet më parë ai bleu megajahtin me vela Koru me vlerë 500 milion dollar. Në vitin 2013 ai kishte shpenzuar tashmë 250 milion për të marrë në pronësi Washington Post, ndërsa në vitin 2019 divorci i tij nga ish-gruaja e tij Mackenzie, me të cilën u martua 26 vite më parë, i kushtoi rreth 38.3 miliard dollar. Shpresa e vetkuptueshme është se këtë herë do të përfundojë shumë më mirë.